Dhimbje në fund të shpinë, din ta përkersojnë nyjen sepse me ardhmën të ftohtit, ku ngjyra e gishtit nga normale kalon në ngjyrë të kuqe, madje disa dhe nga ato mund të jenë vdekjepruese. Shënjestër.net. Shumica shkaktarëve të sëmundjeve reumatike nuk dihet, nga ata që mund të ndryshohet gjithashtu predispozita gjenetike, nganjëherë ndotësit ambiental, ndryshimet klimatike din ta përkersojnë nyjen sepse me ardhmën të ftohtit, lëngu nivel të nyjes bëhet pak më viskoz dhe dhimbta është më e theksuar nivel të nyjes, pra diçka e tillë është e vërtetë. Sëmundjet reumatike din të kenë bazë trashëgimie, por numri i tyre është jashtëzakonisht i vogël. Stresi, sikurse të çdo sëmundje, din ta përkersojë sëmundje reumatike, nganjëherë din të jetë provokator. Sëmundjet reumatike nuk dallojnë moshë, nuk dallojnë racë, gjini apo edhe etni. Sëmundjet në moshave të reja janë shumë më serioze në sëmundjet reumatike, madje disa dhe nga ato mund të jenë vdekjepruese, ndërkësh tek format e moshave të shtyra ndoshta mendoj që janë format më të lehtë të sëmundjes reumatike, çdo herë kur manifestojnë dhimbje të nyje, kur ata kanë ëndje të nyje, kur ata kanë shtangime të nyje, kur këmbët e tyre kanë dhimbje, mpimje, djegje, nganjëherë ndjesinë të nxehtë, nganjëherë ndjesinë të ftohtit, nganjëherë edhe shpejtësi sikurse janë milingon në këmbët e tyre. Të gjithë pacientët të konsultohen me reumatologun nëse në kontakt me rrezët e diellit, fytyra e tyre bëhet më e skuqur në kuptim të fenomenit të flutrës, duhet ta eliminojmë lupus në erytematoz sistemik si sëmundje. Tek të gjithë pacientët që në kontakt me të ftohtë dhe me substanca të ftohta mund të shfaqen ndryshime të ngjyrës së gishtinit të durve apo të këmbëve ku ngjyra e gishtinit nga normale kalon në ngjyrë të kuqe, në ngjyrë të bardhë, në ngjyrë blu dhe ngjyrë të kuqe. Tek të gjithë pacientët që referojnë që kanë ndjenjen e thatësisë së gojës dhe thatësisë së syve. Tek të gjithë pacientët që kanë ndryshime në kuptim të ulqerave në gojë, por gjithashtu edhe në organet gjinitale. Në fund është tek të moshat e reja që manifestojnë dhimbje në fund të shpinë, dhimbje që lehtësohen në aktivitet fizik dhe përkeqësohen në pasivitet, të konsultohet reumatologu. Shënjestër.net